أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sot dëshiroj të paraqes disa sqarime të një hoxhës në lidhje me disa probleme dhe çështje që të kanë të bëjnë me jetën e përditshme të ummetit islam. Gjithna jemi të goditur në dhem ajo që ndodh sot në botën islame, qoftë ajo që ndodh në Siri, qoftë ajo që është plaga me vjetën në Palestinë, qoftë ajo që para kësaj në Irak, Afganistan, Somali, Çeçeni, Filipinë, Mali, e tash edhe fundit Egjipti. Dhe këtë këto janë gale dhe brenga. Dhe këto gale dhe brenga krijojnë strese në mesin e muslimanëve, krijojnë tension në mënyrën e menduarit të muslimanëve, në mënyrën e artikulimit të problemeve që i ndjejnë muslimanë. Debati mes tyre dhe më thonë vjen edhe nxehet kanë herë për shkak të mungesës së fuqisë për t'i pa mirë gjonat, për t'i kuptuar mirë dhe pastaj për të marrë pozitë ose qëndrim të shëndosh edhe të mirë. Dhe dëshiroj që flas do të se si Allahu xhalal i përshkruan munafikat dhe se shpesh herë fatkeqësisht, domethënë, ky grumbull i njerëzve luan një rol shumë të keq dhe muslimanët bin viktim e këtyre lojave, sidomos ata që janë të pa informuar ose që nuk kanë diturit mjaftueshme në lidhje me islamin, apo ata që s'kan kuptuar mirë metodologjinë e shëndosh dhe të saktë të helisonet të kuptimin e fenomeneve me të cilat ballafaqohet ummeti islam. Para se mi përmend këto gjëra, do të them se njerëzit në botë ndahen në tre kategori. Besimtarët më një anë, jo besimtarët më një anë dhe munafikët në mes. Besimtarët që besojnë Allahun dhu xhelal sinqerisht dhe besimtarët janë pastaj tre kategori. Sabiqun bil khairat wa muqtasid wa zalimun li nafsi. Kështu i përshkruan Allahu dhu xhelal. Besimtarët janë tre kategori, i cili nxiton punë të mira dhe të mbara, i sos farzet, sunnetet, çdo vepër të mirë që ndëgjon e bën, haram u largohet, me kruhe u largohet, domethënë është për njerëzve të devotshëm. Allahu e ka thënë sabiqun bil khairat, i cili nxiton punë të mira. Kategoria e dytë është muqtasid, mesatar, që e përmend domethënë Allahu dhu xhelal ai khalatu amalan salihan wa ukhra sayya, që i kanë përzi punë të mira me të këqija, bëjnë punë të mira, po bëjnë edhe të këqija, bëjnë gjunoha. I kryjnë farzët, po dhe bëjnë ka një haram. I bëjnë farzët dhe bëjnë me krua. Këto në muqtasid, mesatar. Dhe e treta është wa zalimun li nafsihi, i cili i bën zullum vetvetes. Ato janë njerëzit që bëjnë gjunoha. Do i lënë farzët edhe i bëjnë gjunahat e mëdha. Këto janë kategoria e besimtarëve me tre nën kategoritë e veta. Edhe ki jo besimtar, qafirat, murtedat, mushrikt, idhujtar, domethënë, këtë ata që s'kan besu Allahun dhu xhelal dhe s'kan besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk besojnë ditën e ringjalljes. Dhe në midis janë munafikat, që ata me emën edhe deklarativisht janë me besimtarët, ama me zemër, edhe me besime, edhe me veprime janë me jo besimtarët. Që kategoria e mesme krijon shumë huti dhe probleme në mesin e të pa informuve prej muslimanëve, ose njerëzve domethënë që janë larg islamit apo edhe jo muslimanët. Edhe shpesh ajo që ndodh në botën islame, sidomos tash në Egjipt, po edhe para kësaj në Siri, e çet domethënë këtë problematikë. Çka bëjnë muslimanë me zveti të uvra? Kjo si pyetje për shkak. Çka bëjnë arabët me zveti të uvra? Ata nuk arrin me kuptu se këtu s'ka të bën muslimanët me zveti.
po ka të bënë musliman dhe munafikt. Andaj është kategorinë veti, pa e pse nuk e njeh terminologjinë fetare mirë, i përzien këto gjëra. Edhe normalisht e ka qef pak edhe vetë me e përzi, edhe e merr ke qëllimin çka bëjnë ata arab në zveti. A harojnë, domethënë se për shembull në Evropë, jo para 100 vjetëve, po deri tash frikë, domethënë hala, shembull i ki të bardhën evropianë, në Spanjë, shpanjollët edhe e ki baskët, që dallimi mes tyre është minimal. Mirë po, luften me zveti, vriten me zveti, pse? Për interesa politike. I ki për shembull Britaninë e Madhe, e cila i ka në veti edhe Anglinë edhe Irlandën. Edhe ata kanë luftu 25 vjet, 30 vjet me zveti, edhe këta të bardhë edhe ata të bardhë. Edhe këto, domethënë, që flasin anglisht edhe ata që flasin anglisht, domethënë një gjuhë. Mirë po kanë bërë luftë do thotë gjatë 25-30 vjet me zveti. Kështu që do thotë ata që kështu flasin domethënë për arabët se ata vriten me zveti ose musliman me zveti, e para do thotë nuk doin mi kuptu dallimet fetare që i jep definimi fetar i gjanave, e para dhe e dyta do thotë si thotë ne fjala popullore urtse domethënë te huj e shef domethënë mizën, a para vetes nuk e shef bullin. Domethënë ki probleme me zveti, për shembull, mëse shumë alak, shqiptarët, me zvetin, Shqipërinë, Maqedoninë, në kohën e zgjedhjeve janë vrarë me zveti. Edhe ai shqiptar edhe ki shqiptar, edhe ai se një fen edhe ki se një fen. Për shkak një karike edhe një pushteti e kanë vrarë njëri tjetrin. Edhe kjo nuk ka ndodhur një herë, ka ndodhur shumë herë. Do të kësi situata ndodhin në mesin e shoqërive ku ka tentativa për ndryshime. Dikun me arsye, dikun pa arsye, kryesore këta në fenomene që na si besimtar duhet të kemi qarta dhe normalisht duhet të ndihmojmë të tjerëve, të sinqertëve, t'u bëjmë të qartë dhe normalisht t'u tregojmë atyre të tjerëve që i keqpërdojnë situatat se jemi të vetëdijshëm rreth saj dhe na në fundit kemi referencë Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në perceptimin dhe definimin e gjërave, jo muhabetet në djathtë edhe në cemajt. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka përshkujt në shumë ajete munafikët. Dhe ju sigurisht keni dëgjuar për hoxhallarëve, për shembull në fillim të Kur'anit, e keni surën Fatiha, pastaj sura Bekara. 5 ajetet e para flasin për besimtarët. 2 ajete flasin për qafirat, 13 ajete flasin për munafikët. Pse se problemi tim është ka nevojë më mirë me sharu se ato po përzihet. Se unë thash, emrin edhe deklarativisht janë me musliman, ama me zemër dhe me punë janë me jo musliman. Edhe ti ke shumë vështirë me kuptu pastaj domethënë ka me shku sidomos nëse nuk ki dituri edhe nëse nuk ki informata. Andaj ata njerëz, edhe kjo vlen për shumë njerëz të na që thënë vetës musliman realisht kanë qëndrime, bot kuptime, pikpamje të cilat Allahu dhu xhelal në Kur'an i llogarit si pikpamje të ignorancës dhe të nifakut. Për shembull ata e llogarisin Islamin si fe të prapambetur dhe se nuk përshtatet me shekullin, me kohën. Edhe kjo është mohabet që ndëgjojmë shpesh në për debate televizive kur folet për Islamin. Se qëndrimet e fesë islame nuk përshtaten me zhvillimin bashkohor dhe se ato janë domethënë gjëra të vjetra dhe thrasin në prapambeturi. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala hatta idha ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Derisa kur vin ata me debatu me ty o Muhammed, argumentin e parë që kanë kundra teje, çka thënë, këtë që ti e flet janë prallat vjetra. Na bjerë diçka të re, diçka që ka përshtatet me kohën edhe shekullin. Andaj, edhe, për shembull, sot e kanë shpik termin islam tradicional. Edhe islam ekstrem, ose fundamentalist, ose terrorist. I përdorin termin si pas rrethonave dhe do thot kushteve. Islami tradicional është islam i cili nuk ka shpirt mrena.
nuk ka obligime mrena, nuk ka farze, veç emën mbi emën, kulturë, edhe sikur se kena thonë disa herë, për Bajram me hongër baklav, edhe që ajo është, do më thonë, maksimumi për islamit që ka metë në atë që ata e quajnë islam tradicional. Edhe pse islami tradicional është islami i mbështetur në Kur'an dhe Sunet, në tradit fetare, tradit argumenteve fetare. Mirë po, ata dojnë me lujt këtë kartë për momentin që mos mu dalë boja aty në krejt, edhe me mashtru një pjesë masës që kështë ata nuk janë kundër islamit. Ata e dojnë islamin, mirë po, nuk i dojnë ekstremistët prej muslimanve, do të gjenë edhe kjo, do më dhonë si logjik që ka ekzistuar edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mesin e një kategorie të caktuar të njerëzve. Pastaj Allahu Dhu Xhelal e sprovon umetin islam, duke lënë në mesin e bijve të umetit islam njerëz që u ndihmojnë hasmjeve, kundërshtarëve, armiqve kundër vetë umetit islam, vetë muslimanëve. Dhe Allahu Dhu Xhelal e përmend këtë Kur'an kur thotë wa fikum sama'una lahum. Dhe në mesin tuaj ka njerëz që ndëgjojnë me vëmendje atë që thonë ata, jo besimtarët. Do të janë nxënësit besnik të tyre, me trup janë te ju, me zemër dhe mendje në atje. Ata që ndëgjojnë për tyre e thithin, e marrin, e absorbojnë dhe e zbatojnë, tentojnë ta zbatojnë, krijojnë kushte për ta zbatuar, bile edhe përdorin forcë për ta zbatuar në mesin e muslimanëve. Pra, do të sikur se kanë thënë ulemat të tefsirit, veshjen të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zemrën të armiku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej veçorive të munafikave që i përshkruan Kur'ani fisnik dhe këtë këto neve na ndihmojnë për me nxjerrë në shesh dhe me pas të kristalizuar pamjen e ndodhive globale që ndodhin sot në botë. Se muslimani thash është besimtari e tre kategori. Ka mundësi me bëj gjuna, mirë po kur bën gjuna i pendohet. Dhe kur nuk krenohet me gjunahin e vet. Dhe kur nuk bëhet mendje madh pastaj me gabimin e vet. Kurse munafiku është e kundërta. Munafiku e bën nifakin dhe distancohet prej nifakut. Shitet çka nuk është. Tregohet ma shumë se sa që është. Thot Allahu Dhu Xhelal për këta njerëz: "Wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bariyan faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina." Thot ai i cili e fiton një gjuna ose një gabim dhe pastaj ja gjun këtë gabimin, gjunahin e vet njeriu të pafajshëm, shpif për te, padyshim se ky njeri e bën edhe një gjuna edhe një gabim të qartë tjetër. Dhe më kështu është puna e munafikut. E bën vet, si thonë në populli, e gjun gurin edhe e fsheh dorën. Besimtari jo, nëse gabon, gabova tauba, istighfar bën edhe përmirësohet. Edhe e rifreskon raportin e tij me Allahun Dhu Xhelal. Kurse munafiku jo. E bën gjunahin e fsheh, del ndryshe, e shefti si evlia, i realisht është, domethënë, është munafik në zemër, duke si dele para njerëzve, në realitet ai është uk i cili veç e pret momentin kur ka me të kafshu. Andaj, kjo ka ndodhur edhe me pejgamberët e mëhershëm, për shembull, situata interesante që sot neve na përsëriten dhe do thotë kanë herë hutohemi në kuptimin e saj. Për shembull, Musa a.s. e thirke faraonin besimin e vërtet, me elon zullumin, edhe mu dhonë njerëzve liri. Ju e dini që ka bo faraoni për shembull në Egjipt me Benu Israilt, se si i ka mbyt, e si i ka vra, si i ka dhonë domethënë drejta e mundësi. E qenë Allahu Dhu Xhelal Musa a.s. i cili përdor metodën më të butë mundshme. Allah e urdhnon, thuj atij faraonit që është kriminal dhe kryenal të zullëmçar fjalë të buta. Edhe normalisht Allahu Dhu Xhelal ja çon përkrahi edhe Harunin si vëlla dhe pejgamber i cili ka qenë elokuent, pasi që Musa alayhis salam ka pas pak pengesa në shqiptim për shkak të gatës që e ka hangër, ka qenë i vogël e dini tregimin e Musa alayhis salam. Dhe këta dy, domthon Musa alayhis salam i urt pejgamberi Allah dhe Haruni elokuent orator,
shkojnë te faraoni dhe e thirrin atë në besim të vërtet me fjalë të buta, do të thotë me zemër gjerësi, me komunikim shumë transparent, pa kur një farë prapavije, pa kur një farë domethënë qëllimi personal. Çka ndodh me faraonin? Faraoni më njëherë e ndron tema. Çka e bën? E bën konflikt mbi tokën, konflikt nacional, konflikt mbi, domethënë vatanin. Ai thënë në besim që e shëndron atë se ti po do mu me më marrë pushtetin. Se ti po lufton për pushtet. Ti, domethënë, ki interes të madh, të flakt me qenë ti në pushtet. Qëllimi më është besimi i vërtet dhe largimi i zullumit, s'ka lidhje kush është pushtet. Jo, ai e kthen thotë ti e ki për qëllim me ardh pushtet, edhe andaj ki, domethënë i bën këto punë, i bën këto muhabete dhe i ki këto plane edhe i thu këto llafe. E i thot për shembull faraoni Musës, "Ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa." Tha ke ardh, shiko faraoni, kriminal, zullumçar, këtë dunjë e di se ai me zjarr me hekur, do thot e mban pushtetin. Kur fillon Musa a.s. me thirrën besim të vërtet, se ti nuk je Zot, po je njeri, dhe se mos bën zullum, ai thot a ke ardhi me na nxjerr neve pi vendit ton, me magjin tonë o Musa, do më thonë ti ke ardhë me marë pushtetin e neve me na përzon për vendit tonë. Edhe jo rastisht interesant është këtë të trazirat që ndodhin, ata kriminalet çka bëjnë punë e parë është ikin për vendit vetë. Se me paskon patriota, nacionalista, do më thonë kjo më vetë dhe për këtë patriota që shtiren se janë patriota nacionalista, ata kishin vdek, ishin vra për vatanin e vetë, s'kishin ikë. Ama ta ma shumë i dojnë parët, edhe dunjon se sa vatanin e vetë, e më slasim se sa fejnë edhe Allahun dhul gjelar. Se ta me pasdojnë Allahun dhe fejnë, s'kishin bo zullum. Po edhe me paskon patriota për një me, se kishin keq përdor pushtetin, për përfitime personale, si kur se pëndohet me shumë politikan. Por kishte fliju edhe nëse ka nevojë edhe jetin e kisha dhonë, po une nuk e tradhtoj vatanin tem, si kur se ndodhi konkretisht me doktor Mohamed Morsi në Egjipt. Kur i thanë jep dorëheqe, edhe do dhët, na pastaj ja bëjmë si dim na. Tha unë zguxoj me tradhtu vatanin tem. I kam do më thonë, kaq milion njerëz që më kanë dhonë besimin mu, në zguxoj me tradhtu atë besim. Ama kushton ki mu burgos, ndoshta edhe vritesh, se din ti ç'a ndodh me ty mësone. Ama lidhja e ti me Allahun dhu xhelal atëherë e bën atë, kështë shembull se do më thonë historia islame ka shumë rastet këtilla. Po është puna për me kuptu se si një tentativ të hejrit, na dojna për shembull si musliman me jetu me shariat, me pas do më thonë liri thirrja islame, me kon shtet shembull i thirrjes islame në botë. Kjo është qëllimi. Ai thotë jo, ti po do me marr pushtetin, edhe donë neve me na, mës me nalon hise as pak në këtë tokë. No, njëta logjik e faraonit, sikur se thuhet edhe veprot edhe sot. Gjithashtu për strategjive që e përdorin munafikat në luftë kundër islamit dhe muslimanëve është se i dëmtojnë maksimalisht muslimanët, psikikisht, po edhe fizikisht. Pse? Atë kjo është shumë më rëndësi na që duhet me marrë vesh, që me të bo edhe ty si aj. Shumë rasti i fundit në Egjipt, këtë e keni pa dhe më një qizime sa të dush, tamam goditje e pa më shirshme ndaj njerëzve, pa fajshëm, a fmi, a gra, dhe më thonë djemë të rija, vajza të reja, me snajper, me kalibër të nalt, i shkelin me autoblinda njerëzit, për shumë. Goditje e pa më shirshme, pse? Me qëllim që edhe ti me të bo si aj. Edhe normalisht njeri është njeri, do mund gjak, edhe këtë fillojnë aj me të bo qatë zullum të madhë, ti duron një herë, 2 e 3, dhe të vjenë këtë të huna, dhe thua, edhe une për të këthejnë një dhe në masë. Këshiri, masa a është grua, a është fëmija, a është burë, a është plak, a është i uniformu, ma pa uniformu, une ketë i vrasë. Do strategji e njëjtë. Edhe pas të që ka ndodhë, veset e me fillu me umarë me misionin tanë si musliman, thirrja në besimin në Allahun dhe largimin nga idhujtaria, ti miresh më me armikun tanë, s'ki vak më marë me davet. A e keni qartë ku është loja. Se shumë vllaznim më bëjshme qysh ka mundësi, s'po muj me kuptune. Ata po dalin duar thatë para ushtrisë, para policisë,
edhe ata po gjujnë për i vrasis, po mu me kuptu këtë gjone. S'ka logjik së të si pas me e kjo veprim me atymve. E që kjo është muna, se aj po donë me të bo ty mu angazhue me vra. Aj të vret, ti vret. Aj vret, ti vret, edhe qka? Qka është qëllimi jot njët? Adhurimi Allahut. Edhe thirrje njëzë në adhurim të Allahut. Ashtë të s'ki vakt. Ti s'ki vakt me muar me davet. Ki me u marë për ditë se si me e vra si kur se të vret aj. Ti do mund. Kur s'muna ta me ta nalë ty davetin, atëre defokusojnë për prioritetit duke u angazhu në mbrojtjen e vetë vetës. Qëllimi është mu stagnua dhe më thonë davetja dhe kjo faktisht shifet edhe është e qartë vazhdimisht në mesin e lodhive tona. Andaj thot Allahu Gjallë në Kur'an lidhje me këtë وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Mos i respektoj qafirat e as munafikat dhe lene dëmtimin që ta bëjnë ata ty, lene dëmtimin që ta bëjnë ata juve. Dhe qka? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dhe mështet ju Allahu Gjallë. Do mund na jemi umet i misionit. Na kemi rol që duhet me lujt. Ky rol kushton shtrenjt. Kushton shtrenjt. Ki me dhonë ma të dashurit, për shembull. Mirë po ai që është një pjekt në këtë udhë e kupton. Andaj edhe nuk mundet armiku me e përull, me gjunjëzu një lider, dhe më thonë, të pjekun fetar, duke i bol damet ma të dhemshme. Për shembull, kur ta vrasë ti djalin e ri, 17 vjet, 20 vjet, ose ta vret qikën 17 vjet, qik femën, hajde djalin për shembull burra e mundet nesër mu luftu, ama femën, edhe ta vret me snajper, do mund që e qëllimt është, e kur disun ai me ta vrasë, do më thonë fëmijën. Çka të me bojnë me këtë? Don ty me të nal prej idealit tanë, prej heroizmit tanë. Andaj sakrifica Adem Jasharit është shumë e madhe, sa Adem Jashari nuk shkoi vetë, po kejt ai dhe familja e tij. Se edhe kjo ka mundësi me qenë, domethënë, fitnë e rënd, ta vret fëmijën edhe ti tash ka thu, mos i vra fëmijë atë po dorëzon ona. Mirë, po për me pa se imani është i pjekti joti, atë thu çka? S'ka lidhje se vdekja është ndot Allahut, domethënë ymri është ndot Allahut. Vdekja është me caktim të Allahut. Ai edhe mos me paskon sot këtu, kishte me vdek shtatin e vet, se beson kaderin Allahut dhul xhelal. Dhe nuk e dridh besimtarin e vërtet. Nuk e dridh. Nuk e luhat për parimit vet. Veç e bën më të fortë. E bën më të fortë. Edhe tash njeri kur shkon, edhe shkon emrin e vet, edhe numrin e telefonit, pa pa kur gjon. Do të jam i gatshëm unë me vdek për shkak idealit tem. Këtë tregon një pjekuri të madhe dhe një gatishmëri të flimit të madh, që ai munafiki se kupton. Edhe qafirat tjerë se kuptojnë. Mirë po kjo, ka Allahu dhul xhelal shpërblehet, edhe padyshim se ajo paguhet me fitore biidhnillahi taala të shpejta. Po kjo është më rëndësi, domethënë që na të më kuptu se të gjitha goditjet që i bën umetit islam nuk duhet me defokusu ata nga thirrja islame. Edhe nuk duhet gjithë umeti islam me shku me umar me hakmarje. Me umar të më thonë me mbrojtjen e vetvetes, jo. Shumica duhet me met davet, nëse detyrohet, sikur se është rasti i Sirisë për shembull, me umbrojt, atëherë një pjesë mbrojt, pjesa tjetër vazhdon me rolin kryesor që e ka muslimon, ajo është që të gjithë njerëzit të banë të adhurojnë Allahun dhul xhelal dhe të largon idhujtarisë në përgjithësi. Ajo që është interesant gjithashtu se munafikat mas paku i arrin qëllimeve të veta. Kjo është myshte. Sepse na mërzitemi, thu që subhanallahu, çka po ndodh? U kthi lenta ka e prapa, deri dia kishme i më të madh u gëzuam se po ecin punë ka e morë. Tash po vjen puna dhe ai faraoni që u burgos për shkak shumë zullume, tash po do të merrshu. Edhe të fillon ti vezvesa me të hire. Ama të i bindur se munafikat mas paku i arrin qëllimet e veta. Ai merr ofanziv. Domethënë e bën një gjiro, një rund, një pjesë e fiton mirë, po jo gjithë luftën dhe gjithë betejën. Thot Allahu dhul xhelal për këta njerëz, o hammu bima lam yanalu, dhe ata janë të preokupuar me gjëra që s'mund mi arrit kur. Janë të preokupuar me gjëra që s'mund mi arrit.
Qëllimi i ketë munafikëve dhe armiqve të Islamit është që me fik ditën e Islamit. A kanë marrit këtë qëllim? Kur? Kjo është e garantuar për Allahu Dhul Jalal. Dhe unë si musliman dhe na si musliman nuk i dyshem as pak saj. Ai që këtë ka qëllimin final, ama kur s'ka marrit. E punë tjera janë punë të vogla. Janë sprova për ne normalisht me dal mejdan se ka lom mrena, ka lom. Duhet me djeg altanin që me dal lomi edhe me met altani. Për atë ditë të sprova edhe këto të lasha dhe këto vështirësi. Gjithashtu në kësi sprova dhe të lasha shumë është me rëndësi me e pa se cili për neve qëfar roli ka. Gjithë na jemi gur, ama si gur mund është me konë pjesë e një murje dhe ndërtese, dhe mund është me konë një gur në rrugë që i pengon tjetë me lëviz. Qëfar gur jeti? Kjo shumë është me rëndësi me definu se cili vetë vetën e vetë. A je gur për të cilit bëhet muri, a je gur i cili u pengon tjerëve lëvizje në qarkullim. Edhe na kemi nevoj me u definu qëfar gur jemi. A ndihmojmë zhvillimin e jetës islame, a përkrahim khejrin, a eci ka e mora, apo u pengojmë muslimanve. Menoje, mos vallëtie pengesa e islamit. Mos vallëtie pengesa e lëvizjes islam. Mos vallëti sjelljet e tuaja, mendimet e tuaja, qëndrimet e tuaja, fjalët e tuaja janë ajo që e pengon për hapjen e islamit. Ose je gur i cili kur vendohet mur e zë vendin e vet, edhe e plotson mangësinë dhe boshllokun në atë mur. Gjithashtu, prej fakteve është se Allahu Dhul Jalal prej shkaqeve më të mëdha të dënimit që ka dhënë popujve është kur ata i kanë ndryshu kuptimin edhe emrat e gjërave. Kur të bardhës i kanë thonë rrenjshëm e zezë, kur të zezës i kanë thonë rrenjshëm e bardhë. Edhe kjo ndodh. Për shembull, kur është njeriu i pastër, nuk e beson një gjë tillë, thotë si ka mundsi ai me mrend në rcy që themi na. Tum shikon si ka mundsi me mrend. Se beson ti një gjë tillë. Mirë, po të fillu me jetu me njerëz të ndryshëm, që rrenën e kanë domethënë gjën më të lehtë që e bën një jetë, atëherë kupton se për një më pas ka njerëz që çati në rcy teje mundohen me trend, bardhë me tavo zezë me tavo. Dhe bardhë edhe ish nuk u skuqet fyra bile. E prej shkaqeve më të mëdha të dënimit është edhe kjo, domethënë për gënjeshtrimi i të vërtetave dhe paraqitjes të vërteta të gënjeshtave dhe rrenave. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Kul siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin." Asni mbi tokë dhe shikoni se si ka qenë fundi atyre që do thot kanë përgjështruar të vërtetat dhe i kanë paraqitur si të vërteta gënjeshtra. Dhe kjo është gjithashtu është dëshmuar me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë do të vinë fitnë sprovat edhe nuk do t'i besohet tradhtarit dhe nuk do t'i besohet besnikut. Do të përhapet gënjeshtra dhe nuk do të besohet njerëzve që janë, më thonë, besnik. Gjithashtu prej fakteve që është mirë me i ditë se munafiku nuk mundet me ndërtu civilizim e as mbi supet e tyre nuk ndërtohet ummeti. Në kështu që ndodhin këto fitnë të razira, pastrohen radha, se ti nuk e din. A ti mendon me te me bo punë, me ndërtu civilizim, me ndërtu ummet, me njës dhe më thonë punë të mëdhaja, ama se din. E ndodhin fitnë të razirat edhe nxjerrin shesh mallin. Edhe kanë në kontu gabu, me ka kanë në kontu njës punën ne. Ai katastrofë dhe më thonë, ku një farë vlerë, ku një farë kvaliteti, unë e me atë me pas njës punë, për alhamdulillah Allahu që e bori këtë fitnë, këtë sprov, e doli në shesh edhe në mejdan vlera e këtij. Thot Allahu Dhul Jalal, ku flet për munafikat, domethënë se ai nuk mundet vetë pa u mbështetur dikant tjetër, dhe kjo po ndodh, për shembull sot në botën islame konkretisht. Ata munafikat vetë s'po mundin me bë kurrë, pa u mbështetur në qafirat e mëdhej. Pa i dhënë ata dritë jeshile, pa i dhënë ata instruksione, pa i dhënë ata plane, pa i dhënë ata përkraje, këta vetë kurrë se më bëjnë.
Andaj Allahu dhullat kur flet për ta thot ka annahum khushubun musannada, janë sikur se drastat e mbështeta për muri, se vetëm vjen kom, pa u mbështet dikon tjetër. Edhe kjo është parim që është shumë më rëndësishme me marrë vesh, edhe kjo po shihet çfarë. Ai s'po ka guxim me bë politik autoktone. Se politika autoktone që bëhet për interesin e vendit, edhe nëse nuk është domethënë e sakt, nuk është e damshme. Ama kur është politik e huaj, a e implementon, a e instalon në vendin tanë, atëra ajo sjell dëm edhe nëse është e saktë, se është e huaj. Edhe domethënë sikurse kanë thonë disa xhallat pak më harë të natë, janë rroba që janë çep për trupin tanë, edhe ato, nëse ti i vesh gjatë ngushta, e se një vesh gjatë vi shumë gjona qeshin palaço. Edhe kjo është ajo që domethënë ndodh me kësi situata kur munafikt mundohen të fshetën dikant tjetër me ofru zgjidhje të problemeve dhe situatave që i ka vendi tyre. Reformatorët në çdo vend, në çdo popull ballafaqohen me kokat e batilit, të keqes, të kotës. Mirë po, këtë ballafaqim ata i thartë të kotës munafikt mundohen me e paraqit si konflikt brenda popullit. Për shembull, me në shembull Egjiptin si rasti i fundit. Del me e paraqit sikurse tentativë për të bën luftë civile në Egjipt. Andaj muhabeti kryesor i lajmeve të pushtetit të dhunshëm në Egjipt ka qenë se ata protestues kanë me veti armatim të lehtë edhe armatim të mesëm. Edhe kur hin ata me autoblindat e tyre dhe me molotovat e tyre dhe me fosforin e tyre, me snajperisat e tyre, shumë armatim gjetën, ha? Domethënë shumë armatim gjetën. Armatimi i tyre vetëm ishte mushafi. Mirë po, pse ata mundohen vazhdimisht me paraqit se këta doin me bëj luftë civile, luftë vllavrasëse me zveti. Edhe ata doin me marr pushtetin, nuk e kanë gale parimin. E këta këse janë ata parimot. Andaj Allahu subhanahu wa taala edhe për këtë domethënë e përmend Musa alayhisalam kur jep nasihat faraonit, e faraoni thot yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Taki Musa po don ju largu pe vendit tuaj. I thot paris vet domethënë mundohet me këtë formë do problemin që e ka me parimin, se parimi është beso Allahun, jo njerin, në shtrojo Allahut, jo njerit. Ata shket parim do me nxjerrë se juve po don ju përzon pe vendit tuaj, andaj me e marrë me vetin një pjesë popullit të ngrit fanatizmin e tyre apo nacionalizmin e tyre për tokën dhe vatonin e tyre. Fatkeqësisht munafiqët janë për njerëzve që mas paku marrin mësim. Edhe kjo po të shesh se për shembull ata revolucioni 25 janarit ishte revolucion kundër faraonit dhe sistemit faraonik domethënë Egjipt. Kur ata e mori populli punën edhe ja dha të mirëve muslimanëve, një pjesë që ishin me muslimanët nuk ju pëlqeti kjo punë. Edhe ata e kthyin lamshin prap. Edhe tash po më mirë më u kthy si ka qenë se sa me vazhdu me ecë përpara. Edhe nuk po marrim mësim se ti po kështu po e dëmton vetveten dhe po e dëmton edhe vendin tan përgjithësi. Mirë po kështu është shkruajtur se ata janë mendje mëdhej, e refuzojnë të vërtetën dhe nuk mund ta shohin se Allahu nuk ja jep atë luksos me mujt ata me po hakun si të hak, si të vërtet, dhe thot për ta Allahu dhul xhelal awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubun wala hum yadhakkarun. A nuk shef se ata sprovohen çdo vjet një apo dy herë. E pastaj nuk pendohen as nuk marrin mësim. Interesant është pra që na shpesh kemi thonë duhet me e lexu Kur'anin me vëmendje. Edhe me mundu me kuptu realitetet tona të përditshme nëpërmes prizmës së Kur'anit, që fatkeqësisht na mungon. Elhamdullah që kemi ulemat të cilët do të na japin këto këshilla, këto porosi dhe fillojmë mi pa ndryshe gjëra se sa që na tentojnë të na i paraqisin nëpërmes mediave vazhdimisht dhe për çdo ditë. Pastaj kur ti frigohesh se kjo kurth edhe kjo luftë e munafikëve kundrejt islamit edhe të mirëve, do ka me zhduk të mirën edhe të vërtetën,
trok panika, frikësh. Thojnë ulemat mos u frik, se kanë herë ti nuk ja din vlerën dikujt pa dal një armik e me thonë ruju filonit. Ose filoni është i keq, armiku, e të thot armiku filoni i keq, atis e thu subhanallah, se pas me ditna që ai e njeh unë se njoh mall e kam s'ja di. Se di kush është ai. Armiku 5.000 km, 10.000 km larg i ka bot dosje 50 kutia me informate i ka mush për te. Edhe kur nxehet puna i vjen tak edhe sulmon i thuti ka dalbe ka nakon ti njeh shumë i rëndësishëm, por nëse pas me ditë. Ande hasmi shpesh herë e nxjerr shesh vlerën e njerëzve të mirë që i ka umeti afat këtë shkur i ka nuk u adin vlerën. Andaj do thot munafikat edhe i thart e të kotës do thot e sulmojnë atë kur e shohin pas se njerëzit atë njeri dhe jetën e tij e shohin se ai është me vlerë edhe ka parim edhe është i sinqert dhe fillojnë me dash më shumë edhe me respektu edhe më tepër. Munafikat gjithashtu jetojnë në iluzionin e fitores. Se kjo është një dënim që jep Allahu dhu xhelal për shkak të hileve dhe tradhtive dhe gënjeshtrave që i kanë ata domthon për ditë, vazhdimisht në jetë. Si thot Allahu dhu xhelal në Kur'an: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafikat mundohen me mashtru Allahun. Me dalë si besimtar realisht janë jo besimtar. Edhe Allahu i mashtron ata. I jep mundësi ata me menu se e murumna, e fitumna. Mirë po realisht ata se janë kërkon edhe shkojnë edhe bëjnë gabime që ato gabime pastaj i diskvalifikojnë piloje sigurisht me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, dhe do të këta të këqia që ndodhin umetit islam nxjerrin interese dhe dobi të cilat mas me paskon të qia s'kishin me dalë. Andaj për shembull, kur ndodhi një sprovë për sprovave më të rënda në Medinë, cila është sprova më e rëndë që ka ndodhur muslimanëve në Medinë? Sprovë që do thotë është dridh Medinja, ka pas shumë vështirësime të kaluar. Shpifja Ashës radiallahu anha. Domthon o kon goditje mrena në familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se umeti islam goditet vazhdimisht, edhe ama në qosh, atje anësh, lart, ama në zemër me tro, e kjo ishte goditje në zemër, për kujt erdh? Për mushrikëve ja. Për munafikëve. Ishte domthon goditje në zemrën e umetit islam, në familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ma midis nuk ka kushkon. Edhe normalisht këtë muslimanët shumë u lodhën për kësaj fitne, u mërzitën, u lodhën. Shpirtnisht, psikikisht, fitne e rëndë, fitne e madhe. Mirë po si e quajti Allahu dhu xhelal këtë rast? Alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Ata që e bënën këtë iftira janë për juve, munafik mrena. Si janë për jashtë, munafik mrena. Mirë po tha, qka tha? Tha ju mos e llogarit një shërë, kjo është hajrë për ju. Pse se dolën që është munafikt, edhe ishte test për burat e devotshëm, për burat e sinqert. Ande shumica e muslimanëve thanë kjo s'është e mundshme. Këtë kjo është shpifje, është trillim, është iftira, s'ka mundësi. Bëshin muhabet burri edhe gruaja në shtëpi, me zveti. Edhe Allahu dhu xhelal nxjerrin Kur'an këtë rast. Sa a mundet me ndodh kjo? I thot burri gruas vet, ti e kishe bën? Thot jo. Po thot ti nuk je më mirë se nona jon Aisha radhiyallahu anha. Masi si kishe bën ti pse mendon që ajo kishte bën? Edhe ky rregull vllazni është shumë më rëndësi me pas vazhdimisht në mesin ton. Edhe kur bëjmë muhabet për njëri tjetrin, edhe kanë shejtani punon. Edhe fillon me menu keq për vllahun tan. Thuj vetes, ai kishe bën me ti këtë punë? Wallahi unë s'ka bën. Po, edhe ai se kishte bën. Masi është në mesin ton, është rregull i art. Andaj domodin muhabet të bëj me zveti ata të fillu masi unë s'mund me bë, ti s'mundesh me bë, ç'ka mundësia jam me bë. Ishte test për burrat e sinqert, edhe dolën shesh sinqert, edhe normalisht dolën shesh munafikat, edhe dolën shesh një kategori e vogël shumë e njerëzve gafila, me ndjelet, që kemi në xhamat plot çfarë.
Lole, e merr një munafik e bën lole. Ja fshin ti ki punu me të 5 vjet, 10 vjet ders i dhon vazhdimisht, e merr një munafik 5 saat, 10 saat, 5 ditë, e këshilla ka fshin këtë, tabula rasa ka bën. Edhe kur janis ulesh me te janis muhabete para 10-15 vjetëve në fol, o ti, ku je vetë? Në 10 vjetëve bashkë të punu. Janis ti muhabete para 15 vjetëve me fol. Pse se ka punu në i munafik me te. Edhe kjo bon të na, sot të shkupen maqënie në Balkan, vinë munafikat lojlojsha në më dhonë, i marrin njerëzit edhe munon me u ashpërla trunin me fut në virusat i në infekt. Edhe i hanë forën, se nuk është i kthjelt me i kuptu se kjo është hile. Se me paskon qash i mirë kishte ardhë në gjami, kishte po i badet Allahun dhe gjeral, kishte mësur dinin. Ku gjithë bashtia i me kajt halin e gjematit e hoxalar dhe muslimanve me ti. Ti kur njerë se shef me musliman. Andaj, nuk duhet na më mërzit për këtyve sprovave, se këtu ka khejret mdoja që kena mi pa bidhni Allahi ta'ala merin Allah të shumë shpejt. Ta unë e thash edhe djenë në Facebook kër e shkujta se umeti islam është godit edhe ka pas sprova shumë më të randa se kjo. Për shembull, sprova e fundit e Egjiptit i ka marrë 5-6.000, 7.000 veta se janë vrarë, nuk e di saktësisht statistika, më prafërsisht aty. Ju e dini se në Bagdad ku kanë hitë atalët për një ditë me 100.000 njerëz janë vrarë, për një ditë. O konë sprova dhe me malë, kanë hitë atalët në Sham. Tash 200.000 në Siri janë vrarë, për shembull, aty për një ditë është vrarë qash. Edhe sot për shembull ti s'ki sultan, s'ki khalife. Ati i pas sultan, ki pas khalife, ki pas ushtri islame. Pra du të me lezu historin ka pak aner me kuptu se kjo është e rëndë, ama. Së është kiamet, hej, na imi umet i fort, elhamdulillah Allahu dhu gjelal. Na dhe me 10-15 klagat më doja, mujna me med në kom. Se në rëzojnë bidhnillah. Edhe, e dyta është se ato plagat sa ma shumë të bëjnë i mund, masëne. Masëne se nindi, në të bere sa të doja, i badjave. Se të forcon Allahu dhu gjelal. Pra çka këtë mund këta nuk janë për të mërzit. Po të dhem, normal për shefti ofendimin, në shmimin, dhem. Ama nuk është kjo për të nalti, nuk është për të mbledh mrena, nuk është për të tut. Përkundazi kjo është për të në vullnet, me ecë për para. Se këto sprova neve na kalisin, na bëjnë më të fort, më të vendost, me kuptu gjonat më qartë, se kjo është udha. I ka sprovu Allahu pejgambert, i ka sprovu sahabet, i ka sprovu domethënë ulemat. Edhe i sprovon derisa vjen edhe të realizohet premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Edhe një mesele shumë më rëndësi që fatkeqësisht na mungon neve si musliman në kuptimin e këtyre fenomeneve. Se njerëzit që janë me imunitet më të madh në fe dhe në mendimet e veta janë ata njerëz që e njohin mirë mendimin e kundërshtarëve dhe mendimin e munafikëve. Fatkeqësisht të na muslimanët neve na mungon informata dhe mbi fen parimisht. Po dhe shumë pa kemi informata dhe dërim mbi atë se si mendojnë anti-islamistat, islamofobët edhe munafikat. Nuk i ti informat, nuk e din, nuk lezon ti. Je i mshelun vetë vete, për shumë shkon të vaktin qajtore në kafe muhabet, bën për një bicikl ndoshta 3 saat muhabet. Po, fulas për vllazit e tonë. Për një cigare bëjnë muhabet ka gjimsadi, ka një saat, çfarë cigare, cila është më e mira, kjo apo ajo. As mirën vllaznia do më dhonë me analiza islamit, derseve që i kanë dëgju, që i kanë mësu, qëndrimin e hoxhallarëve, edhe se si ka thonë filan njeri, filan gazetari, filan analisti, filan politikani, filan munafiki, filan dëshmani, çka ka thonë. Ande kur ti e di se si mendon qafiri dhe munafiki dhe islamofobi dhe anti-islamisti, atëherë edhe e din çka thot Kurani dhe Suneti që do të feja, nuk lëviz atje. Ama kurse din, fillon ti me menu mirë për një të keqen, se ti një mendim të mirë e kingu pi ati, a 10 tjera të qia si kingu. Edhe thua, valla filonin duket se është i mirë. Pse? Po ka folë që këtu të mirë. Po t'ja ki lezu, në 10 vene të keq. Jo, valla se kom lezu, po. Ka dalë. Nuk bëhet vlerësimi i një njerit me një ders, i një hoxhës, as me një shkrim i një intelektualit. Ajo është domethënë i mbledhën këtë kontributet të jenë fund lipët, do dhëtë ajo nota përfundimtare, jo me shikim të parë. Pra çka këthojnë do më ulemat, se kush
i njeh mirë se si mendojnë munafikat edhe si mendojnë kundërshtarët e Islamit, ai nuk luhatet prej rrugës, vazhdon me met në rrugë. Andaj Allahu Xhelal e përmend, domethënë e ka pas pe qëllimeve të veta në Kur'an, walitastabina sabilal mujrimin. Allahu ka dhënë fakte, argumente që të na bëhet e qartë rruga e kriminalëve, mënyra e të menduarit dhe metoda e analizave të kriminalëve, zullumçarëve, munafikëve. Allahu na ka shpjeguar këtë gjë. Andaj ti si musliman duhesh me, ose si intelektual musliman ose si lider musliman duhesh me i pas qarta ka shkojnë ujra që ti mos bish pastaj viktim e këtyre situatave. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Allahu Xhelal dhe kështu na detajisht i sjellim argumentet dhe faktet tona që të bëhet e qartë rruga e kriminalëve. Njëri që ndjek epshin e tij nuk i bën dobi debati me fakte dhe argumente, dhe domethënë shpesh kush përcjell pak do debate anësore që bën internet e kupton këtë gjë mirë. A që ndjek epshin e vet, e ka ndërtu një mendim, pa argumente, pa fakte, thjesht e ka ndërtu një mendim sipas interesit personal të vetit. Qofta interes material, interes fame, interes pushteti, interes politike, interes agjende, interes, domethënë punëdhënësi, s'është më rëndësishme se çfarë interesi, interes personal. Epsh i themi na kësaj. Ati bjerit i argumente për qilët e badjava, nuk i pranon faktet edhe argumentet. Andaj Allahu Xhelal flet për këta njerëz se këta pa e pastru vetveten nga ndjekja e epshit, badjava e kime ta. Thot Allahu Xhelal: "Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun." A çdo që ju vjen ju e pejgamberi i Allahut me gjëra që nuk i pëlqen epshi juaj, ju tregoni mendje mëdhej, e një grup prej tyre ju e përgënjeshtroni dhe një grup prej tyre ju e vritni. Kështu është puna, ai nuk pranon fakte dokument. A ka kush sjell fakte më të mira se pejgamberi i Allahut? Nuk ka. Mirë, po ai ndjek epshin e vet edhe i refuzon faktet dhe argumentet. Edhe kur e shef se s'ka më fakte argumente, atëherë i përgënjeshtron ata, i mohon ose i vret e i burgos. Sikur se po ndodh, domethënë thotë na po i shohim këtë tamam fotografi e qartë, që s'ka nevojë me ta vizatu më, nëse se kupton edhe sot, s'kena çka me të bëjmë, domethënë ti faktikisht smundesh me marrë vesh kur këtë mesele dhe këto punë. Zakonisht fesadin të keqen nuk e udhëheqin shumica e njerëzve, e udhëheqin një grup i vogël. Mirë, po bëjmë plan edhe kurth të tillë që fatkeqësisht bin në atë rjetin shumë njerëz. E keqja niset pe pak njerëzve. Kokat e këqija, zemrat e prishur janë pak. Ata bëjnë plane dhe kurthe dhe fatkeqësisht në ato plane dhe kurthe bin shumë njerëzi. Andaj populli i Saliut, për shembull, këtë populli i Saliut është shkatruar me dënim nga Allahu për shkak të 9 vetave. Që kanë bërë këtë atë filozofi, domethënë, që kanë nxit popullin me u largu nga besimi i pastër. Thot Allahu Kur'an: "Wa kana fil madinati 9 rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun." E kishte qytet 9 njerëz që bënin fesad dhe nuk bënin punë të mira. 9 njerëz. Përmend Allahu me numër. 9 kanë qenë ata që e kanë bart projektin e të keqës. Mirë po, kur planifikojnë dhe përkrahen pastaj nga jashtë, normalisht se aty me pastaj domethënë u realizohet ajo që e kanë për qëllim përkohësisht, edhe pse fundi tyre është dështim edhe është shkatrim. Armiku më i rrezikshëm i të vërtetës është ai i cili fshehet me të vërtetën për të ardhur e kota. Ajo që themi na që thash pak më herët, domethënë që ka vesh lëkurën e dashit, qingjit, arajtet mrena është ok. Edhe ai mundohet kese na për islam, na për të mirë, na për barazi, na për paqe, na për mirë kuptim, na për pajtim, këtë që të muhabete, realisht ai don me e diskvalifiku të mirin. Pajs u mundu me dhunë smujti, u mundu me të keqe smujti, u mundu me smujti. Ta shka, ajde pëjim na bisedime të mirë kuptimit dhe pajtimit. Paraqitës si i mirë, a realisht qëllimit është që me dominu e keqa
dhe me e shkatru të rësisht mirën. Thëtë Allahu Gjellar për kësi njerëzi, wa minan nasi men yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dhe ka njerëzi që të pëlqen lafet kur ti fole, thuti ki mashallah çfarë lafet mdoja të mira folka, kur kush e di s'po di ka me fol. Mirë po që thotë, wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi, por Allahu është dëshmitar i asaj që e ka emrin në zemër. Wa huwa aladul khisam, ai është hasmi më i armisum, më i keq që ekziston. Ama kënjena ka lafet ta bën rafsh, ta bën amël, ta bën bardh. Realisht ai ka plane që nëpërmes fjalëve të mira të vuta sen ti marrë njerëzit ka vetja dhe mos në fund të shkatroje. Fatkeqësisht kjo për shembull në Egjipt ka shembull konkret për sfullu me përmend me emën. Njerëz për shembull që ata këtu shkop të na pa të përkthyer shumë libra të tjerë, pa të bë yll apo. Edhe pse s'ka informata fetare, s'është të hoxh, se s'ka mësuar të xhallar. Ka mësuar për ekonomi e menaxhiment. Mirë po kënde e bë hoxhën më të madh në botë. E sot shkoj me generalat kundër muslimanëve. Pse se domethënë dituria është ajo që e mban, ibadeti është ajo që e mban njerin apo. Gjithashtu prej formave që përdorën ata zakonisht reformatorin, ata që do me botë mira, e akuzojnë se ai don me u shfaq, don famë, don me udhëheq. Kështu e kanë akuzuar të gjithë qafirat pejgamberët e Allahut me radhë. Për shembull Nuhit alayhis salam i kanë thonë: "Ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum." Kur ka filluar Nuhi alayhis salam me bodavet, ata mushrikt kundërshtar i kanë thonë: "Po ky si ju bësh njeri, çka ka për me juve?" Ama e shfryzon ta shkëthirjen në Islam, në adhurim të Allahut, mu dallu për juve mu bë më i mirë se ju. Me i për me juve, këtë ka me bë i famshëm. Se ka kjo pi, se për një me ka gajle juve. Po thjesht, ju e një këtë kështu, e tash ai bëhet ashtu që dallohet për juve dhe të fillon të fitojë famë. Kështu edhe i thënë, për shembull sot konkretisht muslimanëve, ata janë gatshëm me fliju Egjiptin edhe popullin e Egjiptit për me ardhur pushtet ata. Sot konkretisht domethënë në disa prej fjalimeve këtyve thonë se ata me shtete nga jashtë dojnë me shkatru Egjiptin, musliman domethënë. E këta me arme, me tankse, me helikoptera, mëse këto dojnë me mbrojtë Egjiptin. Me vrarë njerëzit pafajshëm, musliman pafajshëm që këtë Ramazanin e kalon në ibadet, domethënë që aty në mejdan, domethënë në ibadet Allahut dhul xhelal, ata që dojnë me prishë këta që kur njerëz i shef xhamia, kur njerëz i shef në ibadet këta që vrasin domethënë musliman gjak pafajshëm, derdhin, këta ja dojnë të mirën domethënë Islamit edhe muslimanëve. Ka ala shumë pika domethënë se si Allah i ka përshkruajtur munafikat, na do ta ndalim domethënë me kaq që inshallah taala ndoshta ndesë në ashëm vazhdojmë edhe me disa sharime tjera që i kanë treguar ulemat për me e kuptuar domethënë se si Allahu i ka përshkruajtur munafikat dhe se si në prizmë të kësaj e kuptojmë këtë që ndodh sot domethënë në botën islame. Lutim Allahun që të mbron musliman nga kurthat e armiqve, të jep domosdoshmë të bardha të mira e suksese dhe bereqete inshallah taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.